Mbani trëndafil të egër në shtëpi dhe përdorni në këtë mënyrë, nuk do të vuani kurrë nga ky problem. Trëndafili egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e saj në kurimin e sëmundjeve janë të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e komplikacioneve janë frutat, që përfitohen pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit e egër janë mjaft të mira në lehtësimin e disa komplikacioneve, të cilat vazhdimisht i kanosen organizmit tuaj dhe janë shumë të përhapura edhe në vendin tonë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe të sëmurëve që vuajnë kryesisht nga anemia. Për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të konsumohet 2 herë në ditë nga një gotë nga çaji përfituar nga copëtëzimi i bimës së rozmarinës, por gjithmonë në konsultën e një eksperti për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimin e saj. Për përgatitjen e këtij çaji i cili përfitohet nga rozmarina, ju duhen 7 kokra të copëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të ziejnë aty për të paktën 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet gjithashtu dhe pihet çdo ditë përpara buke. Rezultate më të mira kjo bimë jep në parandalimin e problemeve të mushkërive, të shkaktuar nga ftohja ose pirja e tepërt e duhanit. Shpesh, dëmet të tilla që mund të ndikojnë në mushkëri shoqërohen edhe me probleme të theksuara të kollës. Mënyra më e mirë për largimin e saj është edhe çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë deri në lehtësimin e plotë të problemit tuaj, kur kolla të mos ketë lënë më gjurmë. Ashtu si edhe shumë bimë të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjeve të barkut gjatë ftohjes. Mjekët popullor këshillojnë që çajin çdo ditë ta pinë 2 gota përpara buke dhe të mos shoqërohet gjithashtu me aktivitete të forta. Është një produkt fantastik që mund të kombinohet shumë mirë në dietën tuaj. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje të ndryshme nervore, ky çaj do të japë efekte të menjëhershme te njerëzit të cilët do vuajnë nga depresioni. Këshillohet që të pihet çaji përfituar nga trëndafili i egër dhe pirja çdo ditë do të ndihmojë në lehtësimin e situatave tuaja përkatëse, duke lehtësuar problemet dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në këto situata. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej gjetheve të saj mund të lehtësojë një sër komplikacionesh, por ai duhet të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e duhur. Rezultate të shkëlqyera jep edhe për shqetësimin e tëndhit dhe rritësasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen të paktën çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve tek femrat. Shumë i rekomandueshëm është vaji i bimës në lehtësimin e problemeve të ndryshme të organizmit. Një përdorim tjetër i vajit është se mund të lehtësojë komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj në mënyrë të madhe. Në këto raste mund të përdoret edhe duke u lyer lëkura me këtë vaj të veçantë. Trëndafili i egër ose roza kanina ose kaça siç njihet në disa vende të ndryshme të vendit tonë, ajo është një bimë që mund të rritet në shkure deri në 3 metra lartësi dhe përfitimet që jep organizmit e kthejnë atë në një prej produkteve më të vlefshme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke u nisur nga pesha e tij, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përllogaritja e një doze të lëngut mund të përdoret gjithashtu si një tonik i mrekullueshëm në situatat tuaja përkatëse dhe të japë rezultate fantastike në dobi të vlerave tuaja të shëndetit. Trëndafili i egër është një bimë që mund të ofrojë shumë përfitime, e cila duhet të përdoret me kujdes dhe në mbikëqyrjen e duhur mjekësore për të evituar gjithashtu gabimet në përdorim dhe për të marrë vetëm të mirat e tij shëndetësore. Kokrat e trëndafilit të egër do të ofrojnë përfitime të larmishme ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Duke u përdorur si duhet dhe nën kujdesin e duhur, mund të japë edhe vlera të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit.
Kokrat e trëndafilit e egër, të njohur ndryshe si kaça, janë në bimë medicinale me efekte të fuqishme për organizmin e njeriut. Kokrat e trëndafilit mund të thahen dhe janë të gatshme që të përcjellin të gjitha vlerat e tyre ushqyese, krahasuar këtu me efektet pozitive që do t'i japin shëndetit të njeriut. Kryesisht mund të përdoren në formën e çajit. Me qindra familje shqiptare kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit e egër, por edhe të bimëve të tjera mjekësore, të cilat të grumbulluara kanë në destinacion eksporti, por gjithashtu edhe tregun vendas. Trëndafili i egër, ose i njohur ndryshe si Rosa canina, e ka vendlindjen në Europë dhe vendi ynë është një nga vendet e bekuara me këtë superbim. Kjo shkure e egër është me degë gjëmbore dhe arrin 3 deri në 4 metra lartësi, me një rrënjë të gjatë dhe fibroze. Degët të cilat çelin lule të bardha në një ngjyrë roz 5 deri në 7 petale nga fillimi i pranverës deri në mes të verës. Kokrat e trëndafilit e egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje përdoren edhe si metoda të mira për të përfituar më shumë vitaminë C në dobi të organizmit tuaj. Kokrat e trëndafilit e egër mund të përdoren si çaj, mund të bëhen në reçelë ose marmalat, edhe mund të përfshihen edhe në shumë ushqime të tjera. Varieteti i tyre i thatë i përdorur mund të përdoret kryesisht edhe për receta të ndryshme popullore. Por cilat janë vlerat shëndetësore të trëndafilit e egër dhe kur duhet ta përdorim atë? Trëndafili i egër do të ofrojë nivele të larta të antioksidantëve. Kokrat që përmbajnë edhe element ushqyes janë në përmasat e qershive dhe janë një thesar i vërtet i elementëve ushqyes për t'i ofruar organizmit tuaj një nxitje më të mirë të organizmit dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e tij. Zakonisht ato i gjejmë në një ngjyrë portokalli dhe të kuqe. Ato janë të pasura me vitamina C që ofrojnë antioksidantët e fuqishëm për mbrojtjen e organizmit. Gjithashtu edhe një nxitje më të mirë të karotenoideve dhe substancave të tjera bioaktive të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët e bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar problemet e diabetit. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryen disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit e egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vunë re se ekstrakti etanolit të trëndafilit e egër shërbente si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultate më të mira i jep edhe elementëve ushqyes për vlerat dhe mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër komplikacioneve të tilla. Trëndafili i egër mund të ndihmojë edhe kundër problemeve të lëkurës. Kur lëkura lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, atëherë mund të krijojë terren për krijimin e komplikacioneve, që është një nga shkaqet kryesore të problemeve të dëmshme të shëndetit të saj. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit e egër kanë efekte penguese ndaj enzimave dhe janë në një proces i prodhimit të qelizave të këqija. Ato ndihmojnë gjithashtu në një punë më të mirë të shëndetit tuaj të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës të personat të cilët të vuajnë nga obeziteti. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ul nivelin e tensionit të gjakut dhe të kolesterolit të keq. Si rrjedhoj, ai mund të ulë shanset kundër komplikacioneve të shëndetit dhe të përmirësojë ndjeshëm imunitetin tuaj. Trëndafili i egër është një bimë që mund t'i japë përfitime të mira në rritjen e imunitetit edhe kur është në raste kritike. Trëndafili i egër ka nivele të larta të vitaminës C. Si rrjedhoj mund të përdoret edhe në lehtësimin e problemeve të të ftohtit ose problemeve të tjera që i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës, gjakut dhe të kockave. Trëndafili i egër përdoret edhe në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vlera të mira i jep nëse përdoret në formën e tij natyrale, por ju tregojmë se duhet të tregoni më shumë vëmendje me përdorimin e tij për të evituar gabimet. Vëmendje, ju bëjmë dije se
Informacionet në këtë video kanë për qëllim të informojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.